Më duhet ta pranoj që më ka dhënë një energji shumë të mirë ky ndryshim i viteve, kjo pjesa e festave, kjo fakti që njerëzit urojnë njëri tjetrin kaq shumë, më kanë dhënë një energji shumë pozitive. Pavarësisht se unë, siç ju thash edhe në video dje, do doja vërtet që kjo të ishte thjesht një periudhë kur ne jemi shumë falendërues për gjithë kohën, për gjitha gjërat që kemi arritur deri tani, por jemi gjithashtu thjesht vazhdues të gjitha gjërave të cilat i kemi nisur që më përpara. Sinqerisht nuk kam filluar në fakt që të mos e besoj më. Pikërisht të pjesën e ndryshimit që ndodh në 1 janar. Në fakt asnjë lloj ndryshimi nuk ndodh në 1 janar, ti i premton vetes gjëra dhe në fund të ditës me shumë mundësi një pjesë të mirë të këtyre premtimeve as nuk i mban mend pa kaluar data 3, sepse ti ke bërë këto premtime mundësisht në një periudhë kur ti ke qenë totalisht e dehur. Nëse është momenti për të bërë ndryshime, duhet të kishe nisur që në datë 31. Jam tërësisht e bindur për këtë. Ju e keni parë që unë fillova me videon time live në datë 31 në darkë, sepse doja vërtet që ky ndryshim që unë doja të bëja të mos niste pikërisht në datën e re. Ka të bëjë shumë për mua fakti që edhe në një ditë që njerëzit mund të donin ta merrnin thjesht pushim, të çlodheshin, të pinin ndoshta një çik, për mua është thjesht një ditë normale në të cilën unë jam sërish duke bërë gjën time, gëzuar për të gjithë ju që jeni duke festuar sot, për të gjithë ju që vërtet e ndjeni që 2026 është thjesht vazhdimsi e përmirësimit tuaj që tashmë ka nisur. Është një verë shumë, shumë e mirë. Unë jam shumë tek pjesa e verërave të kuqe, edhe verën e bardhë e dua shumë, por verë e kuqe më pëlqen. Sot jemi tek numri 24, që është dëshira e Gzonit. Gzona ti je pikërisht ndoshta shembulli konkret që mund të jesh shumë, po shumë e mërzitur me mua, vetëm për faktin se unë kam thënë disa herë që unë do të bëj subliminals, edhe unë do të bëj video në të cilat ju thjesht mund të uleni dhe t'i dëgjoni, ndoshta me zërin tim, mënyrën se si unë manifestoj, mënyrën se si ju mund të manifestoni, thjesht që t'jetë një lloj audioje që ju e vendosni përpara gjumit, edhe mundet thjesht të dëgjoni këtë, ta riprogramoni trurin tuaj përmes valve zanore që vijnë tek ju pikërisht në kohën kur ju jeni duke kaluar nga njëri realm në realmin tjetër. Nga njëri realmi i realitetit në atë realmin e ëndrave. Gjë që është e vërtetuar shkencërisht është mënyra më e mirë për të manifestuar. Dhe duke qenë se e di, unë nuk e kam mbajtur këtë premtim, jam përpjekur që në vazhdimsi ashtu si të thash, jam thjesht duke u përmirësuar çdo ditë, le të jetë ky ndoshta, ky vit i ri ose ky ndryshim datash që pavarësisht se, siç e thash, nuk më jep ndonjë lloj ndjesie për të bërë ndryshime drastike, thjesht të jetë pjesa kur unë mbaj më shumë fjalën për gjërat të cilat kam thënë, sepse jam një njerëz që e mbaj fjalën. Edhe në këtë rast jam edhe shumë e përgjegjshme për të kërkuar edhe ndjesë për gjërat të cilat nuk i kam arritur. Numri 24 është për ty Gzon. Edhe dua të them që ke zgjedhur një numër vërtet shumë të veçantë. Është një numër që simbolizon unitetin dhe lidhjen me të hynjishmen. Nuk di nëse më ke dëgjuar, kam pasur edhe një video tjetër në lidhje me numrin 4, i cili është numri që konsiderohet si lidhja me Zotin. Është një numër që sjell fat, lumturi, bollëk, sjell lumturi, sjell prosperitet, sjell zhvillim. Pra është një numër që në lidhje e njeriut, pra dyshi që simbolizon lidhjen mes diçkaje dhe diçkaje tjetër, por në këtë rast kjo diçkaje tjetër na përforcohet pikërisht nga 4, që është numër që tregon, simbolizon në një farë mënyrë lidhjen me Zotin, pra përfaqësinë e Zotit. Dhe të kesh numrin 2 dhe 4 bashk është një numër vërtet shumë shumë e fat. Edhe kam përshtypjen edhe energjia që mund të ketë është vërtet shumë e fuqishme, sepse ka të bëjë pikërisht me këtë lloj lidhje që shumë njerëz mund ta kenë humbur gjatë rrugës, ose mund ta humbasin në një moment të caktuar. Edhe çfarë ndodh? Në momentin kur humbasin këtë, e ndjejnë që thirrja më e thellë e shpirtit është thjesht Zot më drejto. Pra është ajo një nevoja që ka njeriu për të qenë gjithmonë në lidhje me Zotin, për të qenë gjithmonë i përkrahur e i mbështetur prej tij.
Dhe është gjithmonë ndoshta thirrja më e thellë e shpirtit, ndoshta pas fjalës nën, është direkt Zoti, sepse është lloji i lidhjes së tij. Pra nuk është më lidhje mes mishit dhe gjakut, por është lidhje e subkonsciencës tënde. Dhe fuqia që ka ky numër, nëse ti vërtet i ke arritur të masterizosh, nëse mund ta quaj kështu, ta mjeshtërosh pikërisht të lidhje, ka shumë njerëz që e besoj mund ta ndjejnë fuqinë e jashtëzakonshme të këtij numri në momentin kur e dinë shumë mirë që në çdo gjë që bëjnë kanë përkrahjen e Zotit, ose arrin të shohin ëndra ku Zoti vet ju thot gjërat përpara se të ndodhin. Edhe mendoj që thjesht kjo është, kanë arritur të fuqizojnë në maksimum pikërisht këto dy numra, duke qenë se edhe bota shpirtërore është shumë e lidhur me botën e numrave, matematikës. Numerologjia unë mendoj se është një ndër format e komunikimit që ka Zoti pikërisht me ne, dhe duke qenë se numri 2 dhe 4 janë vërtet dy numra që kanë këtë lloj fuqie, unë jam totalisht e bindur që një person që i ka të dyja dhe arrin ti zotëroj fuqinë e të dyjave, mendoj që ka një mbështetje ose një përkrahje nga Zoti të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht në datën 24, ditën 24, në fakt më mirë se sa datën, është sepse ne kemi thënë nga libri Magjia kemi vetëm disa ditë nga dita 1 në ditën 28, dhe në pikërisht këto numra ju mund të zgjidhni numrin i cili ju përfaqëson më së miri. Dhe ajo çfarë ndoshta ka dhe simbolizimin në lidhje me gjërat që ju dëshironi ose e ndjeni që jeni më të lidhur se normalisht. Dita 24 pikërisht tek kësaj maratone manifestimi ka shkopi magjik. Shkopi magjik është vërtet një ndër mënyrat më funny dhe më të këndshme për të manifestuar. Dhe thot, a keni menduar ndonjëherë se sa mirë do të ishte të kishit një shkop magjik me të cilin do të mund të ndihmonit njerëzit tuaj të dashur? Kur kemi qenë fëmija, me sigur që gjithë e kemi menduar në një pikë të caktuar pikërisht këtë. E po ja, ushtrimi sot magjik do t'ju tregoj se si të përdorni shkopin e vërtet magjik të jetës për të ndihmuar të tjerët. Kur ju pushton një dëshirë e zjarrt për të ndihmuar dikë, ju keni brenda vetes një forcë jashtëzakonshme, por po ta kombinoni këtë forcë edhe me mirënjohjen, atëherë vërtet do të keni në dorë një shkop magjik, me të cilin do të mund të ndihmoni ata njerëz që janë të shtrenjtë për ju. Dhe pikërisht ku ka më mirë se në këtë ditë kur ju jeni duke i uruar ata me gjithë zemër, mundet vërtet që të përdorni shkopin magjik edhe t'ua jepni pikërisht urimin tuaj me një energji të jashtëzakonshme bekimesh. Kur e përqendroni vëmendjen te dikush, kjo gjë shoqërohet me energji të jashtëzakonshme. Kështu që nëse drejtoni energjinë e mirënjohjes te nevojat e dikujt, energjia shkon veçmas tek pikërisht ai njeri. Është praktikisht kjo arsyeja që Jezus Krishti gjithmonë thoshte faleminderit përpara se të bënte mrekullinë e tij. Edhe pse mirënjohja është e padukshme në vetvete, ajo është një formë energjie, e kombinuar me energjinë e dëshirës suaj, ajo kthehet në një armë të fuqishme. Ajo mund të bëhet një shkop magjik. Në këtë rast, armë e fuqishme nuk mund të merret vetëm si në sensin e një arme, por mund të merret si një dozë fuqishme energjie që ju mund t'ja jepni personit që dëshironi. Dhe thot, njerëzit që janë në pritje të një shkopi magjik nuk arrin ta kuptojnë se shkopi magjik janë vetë ata. Thomas Leonard, 1955-2003, themeluesi i Federatës Ndërkombëtare të Trajnimit. Nëse keni një antar të familjes, një shok ose një njerëz të dashur që nuk është mirë me shëndet, ose që ka probleme ekonomike apo probleme pune, është i stresuar, ka humbur vetbesimin, vuan sepse marrëdhënia me partnerin është në krizë, ose është në depresion, ose ka probleme të tjera emocionale, ju mund ta përdorni forcën e padukshme të mirënjohjes për ta ndihmuar, si për problemet ekonomike, ashtu edhe për problemet shëndetësore apo ato emocionale. Që të vini në përdorim shkopin magjik për të rregulluar problemet shëndetësore të dikujt tjetër, imagjinoni sikur ai është shëruar plotësisht dhe thojni fjalën faleminderit me të njëjtin ton gazëllimi, sikur sapo ta kishit marrë vesh lajmin e mirë se ai ose ajo është shpëtuar nga rreziku. Imagjinoni sikur njeriu juaj ju ka telefonuar për t'ju dhënë këtë lajm, ose sikur ai vjen vetë në shtëpinë tuaj për t'ju njoftuar se analizat e fundit tregojnë se ai është plotësisht i shëruar. Ndërkohë që imagjinoni të gjitha këto skena, mundoni ta ndjeni mirënjohjen njësoj sikur ajo të kishte ndodhur në të vërtetë. Nëse arrini të ndjeni kështu, atëherë mirënjohja juaj do të jetë me të vërtetë më e thella dhe më e sinqerta që mund të bëhet.
duke u kthyer automatikisht në një valë energjie të jashtëzakonshme. Që ta ndihmoni një njerit tuaj me anë të shkopit magjik në mënyrë që problemet e tij ekonomike të zgjidhen, ndiqni të njëjtin ushtrim magjik dhe mundoni të ndjeni sa më sinqerisht mirënjohës, duke imagjinuar sikur sapo e mësuat se njeriu juaj i dashur e mori ndihmën e nevojshme ekonomike që i duhej aq shumë. Imagjinoni sikur të gjitha problemet e tij ekonomike janë zgjidhur dhe ju po thoni fjalën magjike faleminderit sepse sa e morët këtë lajm të mrekullueshëm. Dhe jam e sigurt që një pjesë e mirë e njerëzve mundet vërtet të vuajnë, sidomos nga pjesa ekonomike. Ndoshta mund të kenë shëndetin, por ndonjëherë shëndetin as nuk din ta gëzojnë nëse vërtet nuk i kanë ato pjesën e ndihmës ekonomike, sigurisë ekonomike, sigurisë financiare, sepse mungesa e sigurisë financiare automatikisht të çon në një lloj depresioni, stresi pastaj sjell të gjitha gjërat e tjera. Nëse dikush nga të njohurit tuaj po kalon një periudhë të vështirë në jetën e tij, por ju nuk dini pikërisht se cilat janë problemet e tij, ose nëse ai ka nevojë për ndihmë në disa drejtime, ndiqni të njëjtën rrugë si në rastet e mësipërme dhe një herësh përdorni shkopin magjik, duke treguar mirënjohje për lumturinë, shëndetin, gjendjen ekonomike dhe çdo gjë tjetër. Sepse mendojeni vetëm një sekond, kur Zana i afrohet Hirushes për ta ndihmuar për të shkuar në ballo, ai gjen ajo vetëm fustanin apo i gjeti vetëm këpucët? Sepse ishte nuk e di, këpucë shitëse. Jo, ai nuk ishte këpucë shitëse. Ajo ishte një person që e dashuronte shumë në ndjesinë më të pastër, më të thellë, pikërisht Hirushen, ishte kumbara e saj. Dhe me fjalët e saj magjike, që në këtë rast mund të jenë thjesht edhe faleminderit, ajo arriti që t'i dhuronte asaj fustanin, këpucët, makinën, karrocën pra në këtë rast, dhe shërbëtorët të cilët e shoqëruan deri atje dhe i dha çdo gjë të mrekullueshme, kjo sepse e përqendroi energjinë e saj në disa gjëra të ndryshme. Prandaj, edhe ju sot zgjidhni 3 njerëz që i keni për zemër dhe që e dini që ata kanë nevojë për ndihmë në aspektin shëndetësor, ekonomik ose emocional. Gjeni një fotografi të secilit prej tyre dhe mbajini fotografinë e tyre përpara sysh gjatë kohës që praktikoni pikërisht këtë ushtrim. Merrni në duar fotografinë e personit të parë, mbyllni syt e për 1 minutë imagjinojeni sikur sapo mësuat që problemi i tij shëndetësor apo i çfarëdo lloj tjetër që mund të ketë duke u përballur në jetë, është zgjidhur përfundimisht. Është shumë e lehtë ta imagjinosh veten tënde teksa merr një lajm të tillë. Se sa për shembull të imagjinosh të shëndetshëm një person që e ke parë gjithmonë të sëmur, ose të imagjinosh fytyrën e lumtur të një person që e ke parë gjithmonë të zhytur në trishtim e në depresion. Nëse ke dikush që është gjithkohës i mërzitur, është gjithkohës i lodhur, kjo në të vërtetë ta bën pak të vështirë që ti të mundesh ta imagjinosh ato të lumtur, ose ta imagjinosh me gjitha problemet e zgjedhura, ose ta mendosh ato të shëruar, por duke e imagjinuar sikur thjesht është dikush tjetër ndoshta që t'i jep lajmin edhe thotë, "Hey, analizat i dolën shumë mirë", edhe ti je thjesht yes, më në fund, faleminderit Zot. Dhe veç kësaj ju do të ndjeni shumë më të gëzuar, po ta imagjinoni edhe veten tuaj të përfshirë në këtë dhënie lajmi kaq të mirë. Hapni syt dhe e pa lëshuar fotografi nga dora, thoni ngadalë 3 herë me radhë fjalën magjike. Faleminderit. Ju e dini tashmë se cila është fjala magjike. E kemi thënë shumë herë këtu dhe fjala magjike është vërtet faleminderit. Duhet jeni thjesht falënderues për çdo gjë që bën në jetë. Që problemet shëndetësore thoni pra faleminderit, që problemet shëndetësore, ekonomike dhe emocionale të personit të cilit ju po drejtoni pikërisht të lutje janë zgjidhur. Faleminderit që problemet shëndetësore, ekonomike, emocionale të migrenës u zgjidhen përfundimisht. Unë po them për veten time, ju mund të thoni për këtë dëshironi. Unë jam shumë e lumtur dhe jam thellësisht mirënjohëse dhe jam shumë falenderuese që mikeshës time Exonës i janë zgjidhur të gjitha problemet që kishte dhe jam shumë e lumtur që më në fund më erdhi një koment shumë i dashur kur më tha që kishte arritur të manifestonte të gjitha gjërat që dëshironte dhe jam thellësisht mirënjohëse Zotit për këtë. Jam thellësisht mirënjohëse që kam arritur ta njoh Exonën, ashtu edhe gjithë të tjerët, por veçanërisht për Exonën. Deri që parë unë në fakt po bëja një shakaje pak krip me kolegun tim të spikerimit,
po i thoja që i kishte ikur zëri sepse po këndonte në një fest, por krejt papritur po e shoh që edhe unë po ngjirem pak, nuk e di nëse kjo video do të përfundoj me zërin tim të plot deri në fund. Pasi shpresoj vërtet që të mos ndihet aq keq sa ndihem unë, do me thënë të mos dëgjohet nga ana juaj aq keq sa po e ndjej unë zërin tim. Ndërkohë këtë ushtrim magjik mund ta praktikoni edhe kur jeni duke ecur në rrugë dhe takoni ose shihni dikë që duket qartë se ka probleme shëndetësore, ekonomike apo emocionale, mendoni sikur keni në dorë një shkop magjik. Imagjinoni sikur e lëkundja të në ajër, duke falendëruar me gjithë zemër sinqerisht për shëndetin, gjendjen e tij ekonomike dhe emocionale, të jeni të sigurt se me një forcë të jashtëzakonshme keni vënë në lëvizje një energji pozitive. Pra nuk është e nevojshme që ju thjesht tundni dorën dhe të thoni abrakadabra, por thjesht përmes mendjes tuaj, përmes energjisë që ju keni, ju mundet vërtet të shëroni të tjerë. Kjo është mrekullia të cilën na e ka mbajtur të fshet për kaq shumë kohë njerëzit dhe duhet na e kishin treguar shumë herë më përpara. Ne mundemi të shërojmë të tjerët përmes energjisë që na kemi, përmes gjërave që ne mendojmë. Për veten, për të tjerët, ne mundemi të shërojmë veten tonë, ne mundemi të shërojmë edhe të tjerët. Patjetër t'ju japim edhe atyre bekime të pafundme. Exona, unë të falenderoj shumë që ke zgjedhur pikërisht të numër, sepse është i përkryer për të nisur këtë vit të ri. Jam thellësisht mirënjohëse që jeni të gjithë këtu, jam thellësisht mirënjohëse që më ndoqë dhe do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë unë ju uroj me gjithë zemër një vit sa më të mbar.